Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Fitimet e sistemit bankar në vend vazhdojnë të rriten ndërsa një pjesë e konsiderueshme të ardhurave vazhdon të jetë nga tarifat dhe provizionet që qytetarët e Maqedonisë së Veriut dhe kompanitë paguajnë për shërbimet bankare. Sipas të dhënave më të fundit të Bankës Popullore në Maqedoninë e Veriut, bankat gjatë vitit 2025 realizuan mbi $118 milion të ardhura nete nga provizionet dhe tarifat, krahasuar me vitin paraprak. Kjo paraqet një rritje prej rreth 3 milion eurosh ose 2.7% më shumë. Njëkohësisht, fitimi i përgjithshëm i sektorit bankar arriti në rreth 21 milion euro më shumë krahasuar me vitin 2024. Ministria e Financave e Maqedonisë së Veriut, Gordana Dimitreska Koçoska, deklaroi se nuk ka arsye për shqetësim në lidhje me nivelin e borxhit publik në Maqedoninë e Veriut. Ajo deklaroi se qëllimi i huamarrjes janë efektet që ato fonde krijojnë ekonomi. Ministria Koçoska theksoi se çdo huamarrje duhet të shoqërohet përmes prizmit investimeve të financuara me ato fonde, duke e krahasuar procesin me marrjen e një kredie nga një bank, ku gjëja më e rëndësishme është nëse investimi është justifikuar dhe sill rezultate. Ministra e vlerësoi se në periudhën e kaluar, si rritja ekonomike ashtu dhe lëvizja e borxhit publik janë menaxhuar me sukses, i cili sipas saj mbetet nën kontroll dhe në nivelin prej 60% të prodhimit të brendshëm bruto. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Partia Demokratike njofton se Departamenti Amerikan i Shtetit ka hequr statusin non grata për Sali Berishën. Ish kryeministri demokrat zgjodhi foltore në kuvendit për të thënë fjalën "Unë erdha o krye". Unë erdha. Vendimi ishte shpallur 5 vite më parë nga ish sekretari i Shtetit Antony Blinken për korrupsion dhe minim demokracie. Ende nuk ka një komunikim zyrtar as nga Departamenti Amerikan i Shtetit dhe as nga ambasada e SBA-s në Tiranë. Veç shpallja e heqjes së statusit non grata nga Sali Berisha në sallën e kuvendit u shoqërua me komente në seancën plenare. Deputeti i Partisë Demokratike Tritan Sheu bëri thirrje socialistëve që të tilla ngjarje të mos përsëriten më. Historia mori një mësim të qartë sot, të cilin nuk do ta harrojmë kërkush. Dështoi një komplot i madh, i krijuar nga komplotues të ndryshëm në sajt rezistencës, në sajt asaj që nëse rezistohet, e vërteta sa më thellë të kërkohet të futet të mçefet, aq më fort do dali dhe aq më fort do shpërthej kur të ndryshoj. Dhe sot ndodhi kjo gjë. Ndërsa nuk munguan akuzat ndaj socialistëve si organizator të kësaj nisme. Mos guxoni më të ndërmeni të tilla komplote, të groposin të vërtetën, të shkelni historinë se përfundoni ashtu si përfundova sot. Urime Berisha, urime Partia Demokratike, urime juve të gjithë kolegë në sallë, urime shqiptarëve në tërësi, urime demokracia në tërësi. Shumica socialiste nuk të riqet nga projekti i Zvërnecit. Kreu i grupit parlamentar Taulant Balla nga foltore e kuvendit deklaroi se pavarësisht gjithçkaje, 4 projekt ligje të dorëzuara nga opozita do të rrëzohen. Shkoni edhe në protestë po deshët, vidheni edhe protestën po deshët. Sa i përket 4 ligjeve që keni sjell, ne jemi kundra. Jemi kundra të 4 projekt ligjeve që keni sjell, do t'i rrëzojmë ato, sepse jemi votuar për ta zhvilluar Shqipërinë. Ndërsa nuk munguan dhe kritikat për protestën e më shumë se 10 ditëve në rrugët e kryeqytetit. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.